paragjykime, se ne deri diku I kemi kaluar në një botë tjetër ata paragjykime. Dhe Benita, unë e kam bindjen e pati tërsueshme, këtu prap do të regohem prepotente, edhe pse Linda më shanë për këtë gjë. Unë e di që Bia ka për të na krenu me koncertet e veta dhe Benita dhe a nafton Benita, as nafton Benita, ne vetë kemi për t'i shku atje dhe kemi për t'i bë tifo Benitës te koncertet e veta. Ndërsa për Klodin, Klodi, Marca shohun është një djalë aq fin, aq elegant, po me atë finesën dhe elegancën e fuqishme. Me hapa të guximshëm, me hapa të fuqishëm, dhe kjo rrjedh patjetër në bazë të zgjuarsisë që ai ka dhe në bazë të forcës që ai beson tek vetja, forcë që na ka dhënë Zoti. Ja, po që fajtu në Alben. Edhe Klodi, unë sytë që I shoh të Klodit, unë ata sy e di që kam për t'i pa gjithandej në përbot. Për Zotin. Po kjo nuk bën kjo e mu që pa... Edhe beso që e ndjej. Falenderoj Për shumë. Zotin e ndjej. Falenderoj. Duart rokitje për ty e meriton. Seriozisht. Jo e meritoj unë, kjo duart rikitje është për ju, Jo sepse e është meriton realiteti juaj. Qysh ti I përshkruve gjithë se cilin, edhe qysh kisha dashur në seriozisht me të pa ty si Alban loj. Unë jam në gjyra të ndryshme, unë dhe jemi dhe ajo budalja dhe fëmija Po jo si ajo budalja me nga carunjeva. Qa me bo tash, me bo pak interesant. E kam qëllu? Nuk di për ty. Hajde. Bia. Ama e kam qëllu. Ti më pëlqen. Pra ndaj, duat përmend edhe diçka tjetër? Ti fol shumë. Kam qif. Momenti, Kam qif tash për. bëne shumë bukur, bëne shumë bukur. Lene me katë, sa më Kam qif tash për. Për Zotin, unë mos e prish. What is enough is enough, zemër, pasha Zoti. Mos e Ama prish. please e ndi me More than thënë. this is cringe, you know? Please e ndi me thënë. Lene, it's okay. Try to save her face. We're done. Për atë arsye, ju lutem, kjo është e fundit. Për atë arsye, ne kur I kemi debatet, agravime, Sa kështu tonë gjërat, Alba meriton edhe medalë. momenti kur unë ndihem e ofenduar nga ju për situatat ndryshme, unë reagoj në moment, ama unë nuk dua ta Po zgjat këtë shumë. reagjimi është me Mos bia, mos e ngacmo. Bia. Please, Bia, Alba, lutem vazhdo se kemi... permanence, you know, is okay. Alba, You're right. lutem vetëm mbaroje që të vazhdojmë se Jo, një nuk pyetje po kemi. kuptoni çfarë dua t'ju them. Vazhdo. Fole shumë bukur më. Agravimet e mia, Pamo me respektin. Po? edhe momentet që kemi ne ndërmjet, edhe unë kur jam ndier fjala ofenduar nga ju, unë nuk mundem ta zgjas sepse në moment tek fill pas asaj, mund kujtohen këta gjëra që unë ndjej për ju. Edhe kjo më bën ndaloj disa gjëra. Edhe pse ndonjëherë zgjasin, sepse janë vetë persona që ma kujtoni, ama më besoni që tek fill pas kësaj, dua t'i largohem debateve, agravimeve dhe gjërave që kena ndërmjet, vetëm se e shoh këtë lloj fuqie, këtë lloj vuajtje, këtë lloj dhimbje dhe këtë lloj force që ju keni për të vazhduar përpara. Dhe nuk dua që në asnjë lloj momenti, dashje pa dashje, t'ju shkaktoj unë me ndonjë fjalë timen, qoftë 1% sa më të vogël pasigurie, sepse nuk dua të bëhem aq e keqe. Ti shkaktosh një njeriu 1% të vogël pasigurie, mendoj që është e keqja më e madhe që mund t'ja bësh njeriu. Bia? Ti me pëlqen fakta se ti nuk fol shumë, unë me ti kam një mindset shumë similar, sepse nuk e di, maybe sepse we jetojnë in same country edhe every country have same different mentality, po me pëlqen shumë. Ti kam shumë aspektat tamam, po këtë aspekt është një aspekt me pëlqen më shumë se ti. Veç më në është që Bia. Bia, shkurt. Kam një lista shumë larg, po ti është the only person I trust to... Ape? Oh no, tash më duhet edhe mu më që të smoj. No, seriozisht, Bia. You're the only one see me crying. No, it's okay. Chill, okay? Okay, chill. It's okay, e vlerësoj shumë. I think this is enough. There is nothing to add. I just trust you enough to express. Sola. Sola, Sasa. What is your name?
Ti je shumë altruiste, shumë tamam edhe shumë koherente.